Një ngjarje e rëndë u regjistrua në Shkodër pas drekën e së dielës ku shpërthimi një bombule gazi përpaksa nuk shkaktoi viktima. Ngjarja u regjistrua në lagjën 10 Korriku, ku janë të vendosura barakat e komunitetit rom. Në njoftimin për shtyp një ditë pas kësaj ngjarje, policia e Shkodrës bën me dije se dyshohet që shkaki i shpërthimit të ketë qenë një bombul gazi, duke shkaktuar zjarri në 2 barakat e banimit. Përpasoj u shkaktuan dëme materiale, ndërsa po punohet për dokumentimin e shkakut të rënjes së zjarrit. Ndërhyrja e shërbimit zjarfikës bëri shuarjen e flakëve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në barakat ngjitur, çka mund të rriste pasojat. Për fat të mirë nuk pati persona të lënduar nga ky shpërthim, teksa po vijojnë hetimet për të përcaktuara të plota shkaqet, nëse kanë munguar kushtet e sigurimit teknik tek bombula e gazit apo ka qenë një pakujdesi gjatë përdorimit të saj. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme. Bombulat e gazit për herë më shumë vijojnë të mbeten një kërcënim serioz, ku veçanërisht gjatë stinës së verës me rritjen e temperaturave dhe përdorimit në masë të tyre, ngjarje të tilla bën më të shpeshta, prandaj apeli mbetet për të treguar kujdes dhe duke përdorur bombula të kolauduara.